Habitu mjeku, tre mënyra si të përdorni hithrat kundër dhimbjeve të artritit dhe të reumatizmës. Në vendin tonë, hithrat janë përdorur si në gatim ashtu edhe në trajtime të ndryshme kundër një sër komplikacionesh. Kjo bime përdorur ndërshekuj për të lehtësuar simptomat e ndryshme të alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara nga pluri dhe poleni. Është një zgjidhje shumë e mirë për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Hithrat, falëvetive diuretike janë përdorur në trajtimin e problemeve të ndryshme të veshkave, gjithashtu edhe infeksioneve të ndryshme urinare, duke i cilësuar ato si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në dobi të organizmit. Lëngu i tyre është perfekt për largimin e lëngjeve të tepërta dhe para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndihmon organizmin të lehtësojë funksionet e zemrës dhe të qarkullimit të gjakut, duke e kthyer kështu hithrën në një prej produkteve më mbreslënse në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që hithrën ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja, kështu ndikimi i saj në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe me përfitime të larmishme. Por së fundmi, një studim i kryer nga Universiteti i Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të ndihmojë gjithashtu edhe në përdorimin e tij kundër problemeve të artritit. Persona të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës së hithrës së shtypur, dhimbjet e kockave të tyre u reduktuan në ndjeshëm dhe filluan të qetësoheshin në mënyrë natyrale. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e pakët përgjatë trajtimit një javor me produktet e hithrës. Por përse funksionon hithra kundër problemeve të tilla? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit e Universitetit të Plymouthit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti qetësoheshin në sajtë përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmetorë të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur hithra konsumohet në formën e lëngut të saj të shtrydhur ose të çajit, u vure se arrinte të paksonte gjithashtu shqetësimet e artritit dhe acidit urik. Ky acid prodhohet kur organizmi juaj tret proteinën dhe akumulohet gjithashtu në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar kështu më shumë dhimbje dhe më shumë inflamacione, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin e nyjeve tuaja. Nëse jeni një person që vuani nga këto shqetësime, hithra mund të bëhet një aleate e çmuar e organizmit tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu problemet tuaja të nyjeve. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteinën dhe akumulohet në nyje dhe ndikon në dhimbjet e tyre duke shkaktuar kështu inflamacione dhe përkeqësime të njëpasnjëshme. Metoda e parë në lehtësimin është që ta aplikohet direkt në zonën ku keni shqetësime, një pastë me gjethe të hithrave të shtypura. Kështu përfitimet e saj do të jenë të menjëhershme. Pra mjafton që të shtypni në mikser gjethet të njomat të hithrës në pak vaj ulliri dhe të lyeni gjithashtu zonat ku keni shqetësime. Mbajeni për rreth 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni me një letër dhe më pas e shplani. Nëse nuk e duroni do të djegjen karakteristike të hithrave ose shikoni që lëkura juaj reagon ndaj këtyre trajtimeve, mund të provoni gjithashtu edhe metodat e tjera. Mjafton që të pini gjithashtu vetëm lëngun e hithrave. 3 herë në ditë për 15 ditë me radhë do të merrni përfitimet e saj të larmishme në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Gjithashtu çaji i përgatitur nga hithrat, si ato të njoma, si ato të thata, ka aftësinë të qetësojë dhimbjet e shkaktuara kryesisht nga problemet e artritit. Konsumojeni këtë çaj 1 filxhan 3 herë në ditë, por nëse vuani nga artriti është e rëndësishme të kujdeseni edhe për regjimin tuaj ushqimor dhe të konsultoheni her pas here me mjekun tuaj specialist. Vetëm në këtë mënyrë do të ndihmoni në mbrojtjen e shëndetit të nyjeve dhe do të parandaloni gjithashtu edhe dhimbjet e tmyre të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti në aktivitetet tuaja. Nëse jeni një person i cili vuani nga artriti, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo ndryshim të mundshëm ushqimor që bëni në dietën tuaj, gjithashtu edhe për çdo trajtim që merrni.
Është e rëndësishme që nëse vuani nga artriti, ta adresoni më parë shqetësimin tuaj tek mjeku përkatës. Hithra është një bimë e cila mund t'i japë shumë përfitime mbrojtjes së shëndetit dhe të lehtësoj një sër komplikacionesh. Ekspertët thonë se hithra është shumë e mirë edhe kundër problemeve të nyjeve. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë personat në agoni dhe në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa receta mjekësore dhe një prej tyre është ajo e përdorimit të hithrës. Kjo bimë është efikase në zbutjen e dhimbjeve dhe lufton gjithashtu edhe inflamacionet në organizmin tuaj. Ekspertët e cilësojnë hithrën si një prej bimëve më të rëndësishme ushqimore, e cila në dietën tuaj të përgjithshme mund të ofrojë një sër përfitimesh. Ajo lufton inflamacione në organizëm, e intjet dhe largon dhimbjet. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga vlerat e saj është çaji i hithrës, i cili mund të konsumohet i freskët dhe gjithashtu mund të japë rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Lëngu i hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme që vijnë me përfshirjen e mirë të kalciumit, magnezit, hekurit dhe kaliumit. Këto lëndë bëjnë atë jashtëzakonisht të mirë për njerëzit që vuajnë nga anemia, si dhe për parandalimin e komplikacioneve gërryese të kockave, të cilat mund të rëndojnë në gjendjen tuaj me kalimin e moshës. Lëngu i freskët i hithrave mund të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe në rastin tuaj specifik, duke ju ndihmuar në qetësimin e këtyre komplikacioneve. Për këtë lëng, ju nevojitet 1 filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan çaj me ujë. Mbajeni dozën gjatë pastrimit dhe gjithashtu do të keni përfitimet e mira. Nëse e doni që çaji të jetë më i fortë, mund të hedhni më pak ujë. Nëse doni që çaji të jetë më i lehtë, mund të shtoni më ujë. Lëngu i hithrave mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dietën tuaj të përditshme. Për sa kohë kombinohet mirë në dietën tuaj dhe konsumohet brenda normës lejuar, përfitimet e tij në dobi të organizmit do të jenë të larmishme. Gjethet e hithrës janë quajtur në latinisht urtica dioica dhe janë përdorur në mjekësinë tradicionale për shumë shekuj me radhë. Sot mund t'i gjeni ato edhe poshtë shtëpisë, kryesisht në vendet që kanë shumë lagështi. Gjethet e hithrës mund t'i përdorni si të thata, ashtu edhe të njoma. Përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë mbreslënse në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra ka efekte të mira shëndetësore dhe nëse përdoret me kujdes në dietën tuaj, përgatituni të merrni vlerat e saj në mbrojtje të imunitetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sipas Healthside, këto janë disa nga përfitimet kryesore të kësaj bime të veçantë. Gjethet e hithrës kanë përfitime të mira, ato janë një burim i lartë i antioksidantëve dhe vitaminave C, të cilat reduktojnë numrin e molekulave të dëmshme të quajtura radikale të lira, sidomos në sistemin tuaj, duke i kthyer kështu hithrat në një prej produkteve më të mira ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hithra është një bimë e cila nevojitet pak dhe jep shumë edhe në lehtësimin e problemeve siç është për shembull edhe artriti. Gjethet e hithrës do ju ndihmojnë në dukshëm në lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacioneve të nyjeve. Disa studime kanë treguar se njerëzit që kishin dhimbje në kyçe, kur përdorin hithrën dhe aplikohen në zonën ku kanë shqetësime, patën një përmirësim të ndjeshëm në situatën e tyre, duke bërë kështu një mënyrë lehtësuese derisa të merrni trajtimin e specializuar. Përfshirja e hithrës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jetë gjithashtu një prej alternativave më të çmuara ushqyese në shëndetin e nyjeve. Hithra është një bimë e cila mund t'japë përfitime të mira edhe në shëndetin tuaj të frymëmarrjes. Gjethet e hithrës përmbajnë përbërës të quajtur UD1, që do të veprojnë në organizmin tuaj. Gjithashtu ato do të përmirësojnë shëndetin tuaj kundër problemeve të alergjive sezonale dhe do të lehtësojnë komplikacionet e organizmit. Për sa kohë hithra përdoret me kujdes dhe brenda normës lejuar, përfitimet e saj do të jenë mbreslënse në dobi të shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.